A pini kafe apo jo? Po, ma se pi kafe. Sa kushton një kafe në Shqipëri? Të zheje, po boj kafe sa i bukur, Sa i buk apo sa i jetë? qaj jetë me kafe për shumë, unë e pi për vetën të me një ditë. Se, se s'bëllë mirë fort kafe. Po kur thot kamariri që sot nuk shërbejmë kafe sepse kam ekspresin e fikut. Që të bëjmë, hikë vend tjetër, pëse do bëjmë ladhe me kamaririn. Tu e ndize olla tani. Që a thoi, ku pysë në tarë, që a foli, ku bri. Ju briziri, mos a foli, ku folit me ju morë. Pse? Jeni shumë të pa disiplinu. Kush na ka bërë të pa disiplinuar në Brezineri? Masë sistemi, që të themi. Gjithmonë shqiptarët fajsojnë sistemin, këtë sistem që këta mundohen me mishe, me shpirt, që me zi e ka ngritur. Këta me zi e ka ngritur. Të shkatruan e prishën këtë thot me zi e ka ngritur. Ne e ngritëm. Ne Breziojëm 82 vjeç. Ne i ndërtuam gjithë fabrikat, shkojshëm ka herë mjavë, ka herë 2 javë shpi. Kodin në Truzea erdhe ne i prishëm. Sa herë t'ju i vudh zjarin. E këta thonë të shi hiku rinia. Po si pëse mos t'i hik rinia? Po rinia s'ka ku t'punojme mikë. S'ka ku t'punojme rinia. Qunim për shembull, ishte tornitor, mjeshtër. S'kishtë ku t'punon dhe, hike bab, hike, që tha mu i shkete, s'maj do t'mi 5. Ati ku ka shkuar, qa punë e bërë? Atje është, ka hap një licencë, është me këto, që quen të rrjetet social, që quen të internet, shtra kabla, internet. Po edhe këtu ka mundësi të tilla për shtruar kabla. Po ku ka punë të? S'ka punë. Po s'ka punë se këta morin me shok, me miq. Për shembull, unë jam pensionist. Ku kam lekun? Unë kam pasi i rrugë në kohën e dhejt, mbi 13.000 lekë. Mbi 13.000 lekë. Ma s'fajmë që kam shku 17-18. Unë marri pension 138.000 lekë. A ka të turë më të më 138.000 lekë. Që mu më takome me rrugë, që kam morë në kohën e dhejt unë, takome morë 1 milion lekë. Soqme. Të kishte vlefë. Sipas mendimit tuaj dhe sipas eksperiencës së jetës tuaj, çe ka bërë shqiptarët që të jenë kaq agresiv? Lidhur me rastin e fundit në Durrës, ku Ka bërë fukarallingo. Fukarallingo ka bërë, çka që të bëjnë. besoj keni dëgjuar rastin e fundit në Durrës që u vran 2 të rinj për një kafe apo jo? Po thash, po të kesh vru më parë. Brezi juj, s'e thonë për ju, se ju, mashallah, jeni në punë, jeni të kulturumë, po brezi juj, ka morë kotë me, as po në, lindi pa punë, 30 vjetë, 35 vjetë, lindi pa punë, e kujton, e shajnë dhe i denomën se thotë pse ka morë dhe nga Bangladesh, nga punëtorë. Po shkojnë në këta, shkollë nuk kanë, edhe punë nuk shkojnë. Du në punë të mirë, kujto se jashtë, po jashtë që zdo me folë më. Si kam shohin në rrugët e Tiranës, për shembull që ka të rinj me makina shumë shtrenjta dhe ju thoni që shkojnë punë, nuk punojnë. Makina shumë. Rastin e fundit atë që u vranë ata të rinj, lek kanë pas ata për të blerë armë, për shembull që u vranë. Qa të thamë unë i shkreti të shqip? Po thamë, ata du mi fitu lekët për i herë. Nuk fitohen lekët. Pra vjen prapë te sistemi. Lekët fitohen me këte. E dirës dhe bovët. Ata i fitojnë lekë me rrugë tjera, rrugë palishme, edhe rrifën bojnë grupa, mësë na i vrasë një tjetën, ku shumë më i fortë. Që të bëjnë? S'ka që të bëjnë edhe këta shteti. Që të bëjnë dhe policia, nuk ka që të bëjnë. Respekte. Qofsh mirë. Qa televizorin ju? Tek Panorama. Panorama jeni? Gazeta Panorama online. Qofshim me jetë, kam shumë respekt.